Përshëndetje të gjithëve, me që më keni kërkuar recetën e brumit, që përgatita këto biskota e krustata, po ju tregoj videon dhe masat e përbërësve do i gjeni në Shorts YouTube. Përgatita gjithë të mrekulli. Hedhim sheqerin, unë përdora brumatricen, vezët, gjalpin, lëkurën e limonit, një brez krip, dhe vendosim në brumatrice. Me këtë formën gjethe. Më shprishur dhe brumatricia, përdora pincët këtu. Thash derisa të funksionoj do e mbaj. Siti mielin, fryrësin e mbërësirave, vanilja, dhe ja hedhim duke e përpunuar, duke i hedhur situr mielin dhe ashtoj mielin. Kjo brumatricia të ndihmon për ta përgatitur më shpejt, po edhe me duar mund ta përgatisim. Gjalpi duhet jetë në temperaturë dhome. Përgatiteni këtë recetë dhe nuk do zhgënjeni, siç e thash, masat e përbërësve do i gjeni në Shorts YouTube. Ato vajza që kanë përgatitur më kanë falenderuar. Ky është brumi, unë e ndava në 2 pjesë, me që të përgatise edhe biskota dhe krustatën, që përgatita dje që doli një mrekullim, kanë për gjithë komplimente, megjithatë që doli shumë e bukur dhe shumë e shijshme. Zonja që kishte ditëlindjen e djalit më falenderoi shumë, me gjithë zemër. Intajmë dhe fusim frigorifer për 30 minuta. Mund ta fusni brumin edhe në ngrirje, pa prik fare, e nxjini një natë përpara dhe e përgatisni. Edhe këto ishin gjithë ato mrekulli që përgatita unë dje, u lodha pak, por aman ja vlen me gjithmonë. Punë pa lodhje nuk ka, ju përshëndes dhe një diell sa më të bukur. Ciao ciao.